mesuesit, jo feja, shpëtimtarët e vërtet të një kombi. Në botën ku po jetojmë, ku shkenca dhe arsimi janë dritaret drejt të ardhmes, ne shqiptarët duhet të zgjohemi nga një gjumë shekullor. Një gjumë i errët, i mbushur me iluzione, dogma dhe besime që na kanë mbajtur prapa në çdo aspekt të jetës sonë kolektive. Është koha që të themi troç, feja islame, me të gjithë kontekstin e saj historik dhe ideologjik, ka qenë një pengesë kolosale për zhvillimin e kombit shqiptar. Dhe ky është realiteti që Mustafa Kemal Atatürk e tha me kuraj dhe pa asnjë dorës: Islami është një teologji absurde e një beduini imoral, një kufo me kalbur që hemon jetët tona. Mustafa Kemal Atatürk, baba i kombit që i tha jo errësirës. Ndërsa perandoria osmane rrëzohej si një kështjell prej rëre e fundosur nga korrupsioni, ignoranca dhe skllavërimi i mendjes nga feja, erdhi një burr që ndryshoi fatin e një populli të tërë, Mustafa Kemal Atatürk. Ai nuk ishte një idealist i butë, por një vizionar i egër dhe realist që pa përtej dogmave dhe fesë së imponuar si mjet kontrolli. Ai e dinte se Turqia nuk mund të ngriheje fuqizonte veten nëse do të vazhdonte të mbështetej mbi këtë ideologji të vjetër, të kthyer në armikun më të madh të progresit. Atatürk e goditi fenomenin me një saktësi ushtarake dhe intelektuale. Ai hoqi pushtetin medreseve, mbylli xhamit që shërbenin si kazermat e errësirës dhe dogmës, dhe themeloi arsimin laik si themelin e shtetit modern turk. Ai e shpalli pa ekujvok që Islami është një kufo me kalbur, një traditë që ka mbajtur njerëzit peng për shekuj me radhë. Dhe, në fakt, fal këtij revolucioni të rrallë, Turqia sot është një vend që aspiron për shkencë, teknologji dhe modernitet, duke lënë pas një të kaluar të errët dhe të shtypur. Shqipëria dhe ndëshkimi i mbetur nga feja. Por ne, shqiptarët, ende vazhdojmë të mbajmë zinxhiret e një feje që na ka shtrënguar më shumë se sa na ka ndriçuar. Përkundër shekujve të sundimit osman dhe imponimit të fenë islame, nuk arritëm kur të shpërngulemi nga kjo erë e errësirës mendore. Ndërkohë që Turqia po ndërtonte shkolla laike, institucione demokratike dhe shoqëri të hapura, ne mbetëm peng i medreseve dhe xhamive, ku dogmatizmi dhe serviliteti ndaj së kaluarës janë ende të gjalla dhe të rrezikshme. Shqipëria është një vend me histori të jashtëzakonshme, me rrënje mijëvjeçare, me gjuhë dhe kulturë të pasur. Por është e trisht të thuash që sot, në shekullin 21, jemi akoma të lidhur me një sistem që bazohet në fe të ngurtë, që mbyll mendjet dhe pengon zhvillimin personal dhe kolektiv. Kjo nuk është vetëm një problem arsimor, është një problem kombëtar, një problem ekzistencial. Arsimi fetar nuk sjell asnjë zgjidhje për Shqipërinë, por i mban shqiptarët në gjendje varfërie intelektuale dhe shpirtërore. Arsimi laik, çelësi i shpëtimit kombëtar. Në vend të kësaj, Shqipëria ka nevojë për masa të qarta dhe të vendosura ndaj medreseve dhe xhamive që ushtrojnë ndikim të madh, veçanërisht në zonat rurale, ku ato nënshtrojnë popullsinë dhe ushqejnë ignorancën. Edhe pse Shqipëria është një shtet laik dhe ka shkolla laike në sistemin arsimor, kjo nuk mjafton nëse nuk merren hapa konkret për të mbyllur shkollat e medreses dhe për të kufizuar ndikimin e xhamive që ushtrojnë presion mbi nxënësit. Duke u bërë një lloj lavazh truri që i largon ata nga arsimi modern dhe i bën viktima të ideologjive të prapambetura. Shqipërisë i duhen shkolla të lira nga çdo dogmë dhe besim fetar, institucione arsimore që ndriçojnë mendjet e reja me dijen më të përparuar njerëzore, shkencën, filozofinë, historinë kritike dhe artin e të menduarit lirë. Pa këto, jemi të destinuar të mbetemi një komb i prapambetur, i ndarë dhe i dobësuar. Atatürk e tregoi rrugën dhe ne duhet ta ndjekim atë me vendosmëri të pakundërshtueshme. Shqipëria nuk ka nevojë për medrese që ushqejnë frikën dhe ignorancën, por për shkolla që nxisin guximin dhe përparimin. A ishte gabim Atatürku? Jo, ai ishte heroi i kohës. Ka shumë që e kritikojnë Atatürkun për heqjen dorë nga Islami si ideologji shtetërore, por ne duhet ta kuptojmë që ai nuk ishte as ekstremist e as urrejtës, por thjesht realist. Ai pa se Islami i Osmanëve ishte një pengesë e pashmangshme për zhvillimin e Turqisë dhe përparimin e njerëzve të saj. Ai hoqi zinxhiret popullit dhe e çoi në rrugën e emancipimit dhe modernizimit. Nëse Shqipëria vazhdon të ndjekë një model të ngjashëm me atë osman islamik, një pjesë e shoqërisë do të mbeti e lidhur pas dogmave të së kaluarës dhe do ta humbasim përfundimisht shansin për një të ardhme më të ndritur. Mos lejoni errësirën të na mbys. Fuqia e vërtetë e një kombi nuk qëndron në besimin fetar, por në dijen, arsimin dhe aftësinë për të menduar lirë. Shqipëria ka mësuar një mësim të hidhur nga historia, besimi i verbër në fe, i imponuar nga sundues të jashtëm, nuk sjell asnjë liri, asnjë zhvillim. Le të zgjohemi nga ky gjumë i gjatë, le të ndalojmë të justifikojmë errësirën me fjalë boshe fetare dhe të investojmë në mësues të mirë, në shkolla të hapura dhe moderne, në një brez që do të ndërtojë një Shqipëri të fortë dhe të lirë. Ashtu si Mustafa Kemal Atatürk e tha me guxim të papërmbajtshëm, Islami si fe dhe si ideologji është një kufo me kalbur që helmon jetët tona. Le të mos lejojmë që ajo të vazhdojë të na helmojë.
Mësuesit janë të vetmit shpëtimtar të një kombi, jo një teologji absurde e lindur në shkretë të tirë, e cila ka shërbyer si rrip lidhës për shtypjen dhe prapambetjen.